Kjo bimë që shumë njerëz e shkelin çdo ditë në disa libra përmendet si mjekësore, por në të njëjtën kohë edhe si helmuese. Sot po ju tregoj çfarë është në të vërtetë. Sot po ju prezantoj një bimë që në disa zona njihet me emrin shingla, ndërsa në botanik quhet Sambucus ebulus. Kjo është një bimë e egër që rritet natyrshëm në toka të braktisura, buzë rrugëve dhe në vende me lagështi. Shpesh e shohim, por nuk e njohim me emër. Bari rrënjë përmban një hidhtinë të papërcaktuar, esencë, tanin, sasi të pakta të acidit cianhidrik dhe saponina. Frytet përmbajnë acide organike. Rrënjët nxitin pështjellimin, në doza të larta shkaktojnë vjellje. Ajo përhapet shumë lehtë dhe formon grupe të mëdha. Nuk është bimë që kultivohet zakonisht në kopshte sepse rritet vetë dhe është shumë rezistente. Kjo bimë dallohet lehtë nga të tjerat. Është më e ulët se shtogu i zakonshëm, në formë barishtore, gjethet janë të mëdha dhe të përbëra, ndërsa në verë nxjerr lule të bardha në formë çadra shumë të bukura për t'u parë. Më pas, në fund të verës dhe të vishtës formon kokra të vogla të zeza ose vjollcë të errët të mbledhura në tufa. Një pikë shumë e rëndësishme është se kjo bimë nuk përdoret si ushqim i zakonshëm. Në gjendjet e freskët përmban substanca që mund të jenë toksike, ndaj nuk rekomandohet konsumimi i saj pa përpunim të veçantë. Megjithatë, në disa tradita të vjetra dhe në disa vende, pas përpunimit të kujdesshëm, ajo është përdorur në mënyrë të kufizuar dhe jo si ushqim i përditshëm. Në librat e mjekësisë popullore përmendet gjithashtu se kjo bimë është përdorur tradicionalisht si ndihmëse për pezmatimin e rrugëve të urinare dhe pezmatimet e fshikësës së urinës për shkak të vetive që mendohet se ndihmojnë në rritjen e urinimit. Por duhet theksuar qartë se këto janë përdorime tradicionale dhe jo trajtime të sigurta mjekësore të provuara shkencërisht. Për çdo problem shëndetësor gjithmonë duhet këshilla e mjekut. Interesante është edhe fakti që në disa vende frytet e kësaj bime janë përdorur për ngjyrosje natyrale për shkak të ngjyrës shumë të fortë që japin. Madje janë përdorur edhe për ngjyrosjen